Ndëgjoni situata ku flasim për termocentralet e Kosovës A dhe Kosovës B, ato fatikisht i kanë të kaluar ato optimizimin ose prodhimin e optimal elektrike me energji elektrike. Kështu që unë mendoj që nuk do të ketë redukime sepse në pikun do të thotë që ka konsumi që arrin gjatë orëve të mbrëmjes, ndoshta do të mbulohet me një import jo shumë të lartë, edhe faktikisht shpresoj dhe besoj që nuk do të ketë redukime me energji elektrike. Ndër të tjera, në njoftimin e saj, KESCO ka thënë se është e vështirë që të ketë import të energjisë elektrike nga jashtë, edhe në aspektin teknik, por edhe në aspektin financiar, për shkak të çmimeve të larta në tregjet ndërkombëtare. Nëse do ketë probleme të tilla në një kohë të verës, si pritet të rrjedhë situata në sezonin e dimrit, kur mbase edhe kërkesa për konsum të energjisë elektrike do të rritet? Do të thënë një gjë se KESCO është përgjegjëse për furnizimin e konsumatorëve me energji elektrike, pra të konsumatorë të rregulluar, pra me tarifa të rregulluara, kështu që e ka obligim pra të furnizoj konsumatorët e tillë dhe pa ndërprerje, pa diskutim, vetëm në rastet pra kur ka defekte pra në zinxhirin e bardhës së prodhimit, bardhës së energjisë elektrike, pra në eventualisht në transmision ose në distribucion. Megjithatë, nuk e di, do duhet cekur se KESCO edhe KEC faktikisht çdo vit i plasojnë operacionet e tyre pra edhe në kuptimin e furnizimit me energji elektrike, pra edhe të importit të energjisë elektrike, pra e kanë atë pjesën monetare që e shfrytëzojnë për këtë aspekt, kështu që vetëm në raste emergjente do të thoja edhe që t'i kalohen pra këto financa që janë të thirrura për mbulimin e importit të energjisë nga KESCO, atëherë mund të ndërhyjë edhe qeveria, faktikisht institucionet qeveritar për të mbuluar importin, dhe kështu që unë shpresoj prapë po them që mos ketë pra ndërprerje të energjisë elektrike për konsumatorët dhe konsumatorët vijojnë furnizimin e tyre të rregullt siç e kanë pas deri më tani. Duhet thënë se edhe këtë gjë se termocentralet e Kosovës A dhe Kosovës B kanë të kaluar optimumin e operimit të tyre të qëndrueshëm, kështu që edhe këto rënje nuk do të parë do të si fatikisht janë shumë kanë efekte, kanë implikime pa diskutim, por natyra teknike e tyre nuk siguron pra që të ketë qëndrueshmëri dhe besueshmëri të vazhdueshme të prodhimit të tyre të energjisë elektrike. Këtë arsye atëherë, cilat janë opsionet më të mira që të rritet edhe prodhimi vendor i energjisë elektrike në vend?